Një lajm i papritur erdhi në redaksinë e Klan Kosovës. Ekipi i cili kishte një ditë që nuk bëri histori për të, u nis më një herë. Plakën e Mitrovicës e kanë kap ethet. Kot mundohet të mbështillet me batanie. Ndihma e parë ishte e paevitueshme për të dërguar plakën me urgjencë në spital. Fillimisht disa këshilla se si duhet trajtuar pacienti. Gjëja e parë që bën viktimës e mat pulsin në arterien karotide, e cila është arteria që çon shumë arteria kryesore që çon gjakun në kohë, kontrollon për pulsin dhe pas pulsit kontrollon për frymarrjen. Dhe për ta rënduar gjendjen e saj edhe më shumë, vetura e ndihmës së parë u aksidentua. Aksidenti, por dhe mungesa e ngrohjes në spital e rënduan gjendjen e plakës. U desht një ndërhyrje kirurgjikale, por ishte e kotë. Rajet e zemrës e asaj, që Klan Kosova bëri gjithçka për ta shpëtuar, përfunduan. Ajo u varros. Për shpenzimet e varrimit, u kujdes komuna e Mitrovicës. Larjes së xhenazës, transportit, hapja e vorrezave, vendosja e drasave e shenjat në vorreza të imbulon komuna. Një dhimbje e madhe për ata që e deshtën. Mes dhimbjes, familjarët nuk harruan atë çfarë Klan Kosova bëri për plakën. Ekipit ju i televiziv, i cili na ka shoqëruar gjatë tërë vitit. Por gazetarët e Klan Kosovës atë natë patën fest. Me këngë e valle e festuan vdekjen e saj.